Tani ke e 2 foto, edhe me Ramën, edhe me Berishën. Jo, prit pak tani. Pse? Ja, 1 minutë. Ha. Jam në emision të Roland Shafoku, shikoni pak se çfarë foto më kanë nxjerrë në ekran. Landi. Po pse? Për çfarë? Do t'ja çoj doktorit. Me vërtet? Po jo, po ti e ndërpreve, nëse do të thoshe, po pse për çfarë kam thirrur unë këtu? Hajde ta bëjmë edhe një. Po, edhe një herë, hajde. Jam live të Roland Shafoku dhe më kanë nxjerrë këtë foto. Po, edhe Berishën, edhe Ramën. Po pse Landi e ke bërë këtë? Po pse për çfarë kam thirrur unë këtu për nuse për djalin? Unë fol tani edhe me Berishën dhe me Ramën, ndahet tani se nuk mund të jesh me të dy. Ti Landi, ti ke djalë vet? Po. Po ti e ke pak të vogël. Ska, nuk e çështje moshe. Këtu kemi qenë që me doktorin, kam pasur një nga njëjët më të bukura. Pse? E kërkoja shumë, domethënë e dëshiroja shumë ta njihja pa futur të tjerë në mes. Dhe nuk futa të tjerë në mes. E takova direkt? E takova direkt dhe më ka ardhur në emision me njëherë. Nuk ka burrë më ditur në Shqipëri se doktor Berisha. Aty e te zyre ti besoj te... Lartë, te zyre ti. Aba Center? Po. Nuk ka burrë më të ditur. Nuk ka burrë më të ditur? Ja. Po ti një gjithë Si politikan, unë ata që janë të ditur i çmoj, siç përkundër edhe ty. Jo, falendej, po nga e diti që është ai më i dituri, s'ka më. Është i ditur shumë. Po se the më i ditur, me thon drejtën edhe më i dituri, po. Më i ditur. Po. Ai ka një njohuri të jashtëzakonshme. Jo, të gjë Rama këtu, jo në fotografi zemër me ty, po. Rama, si, vërtet? Po ta gjë Rama të ishte ti. Po unë nuk jam servile Holandi. Po unë do të ngasmoj këtu tani unë këtu. Rama është një nga njerëzit që shkruan më bukur në publicistikën, po. Nuk shkruan njëri më bukur se sa Rama. Harroja. U thet do të dyve u bëre qefi. Nuk shkruan njëri, jo, unë nuk është e vërtet. Nuk shkruan njëri. Dhe fjalimet e tij, disa fjalime e tij janë unë e shmoj shumë, që e di kush është Perla, unë e them dhe në emisionin tim edhe mars punë të pasere. Unë bëra një shkrim tani në fund, edhe ja çova doktorit e botova përpara 1-2 javësh edhe them Rama, Noli dhe Malvina si pushteti morali dhe mediokriteti diçka e tillë, ja çova doktorit. Malvina kush ishte? Duhet lexosh shkrimin. Po e ma thuj si personazh. Po pra, duhet ta lexosh, është i fundit fare. Dhe Ramon unë e çmoj në shkrim dhe në publicistik? Është që në rastin konkret ishe e imja, si një penë e jashtëzakonshme. Edhe deri diku edhe krahasova pak me Nolin, gjë që doktorit nuk i erdhi mirë, edhe më tha kërkoj ndjes Nolit urgjent. Tani, kush ka qeverisur më mirë? Berisha apo Rama? Rama. Rama? Je socialiste? Je socialiste? Me shpirt demokrat. Je socialiste me shpirt demokrat. Tani, për çfarë do mbash mend Berishën ti për një gjë dhe çfarë do mbash mend Ramën? Po Berishën do ta mbaj mend si një njeriu më me kulturë që kam njohur në jetë. Me vërtetë, ëh? Po Rama? Do të ta them kur të e pas ka rezervuar. Kur të vim në qeverinë teknike. Qeverinë teknike, ëh? Atëherë do ta them. Ramën e mori në intervistë? Jo. S'erdhi? Akoma. Akoma? Akoma. Zoti kryeministër, unë kam kur që ti duhet të shkosh te Elisa. Akoma. Të lutem. Foto tjetër. Si unë la kohën. More Landi, po ti që ke gjithë surpriza. Të vjen keq? Shumë keq më vjen dhe më ka marrë shumë malli për Lalin. Po pse s'ke shkuar në Qeli? Në Burg, ta takosh. Do shkosh? Unë e kuptoj që ti bën. Po jo mos është normal të shkosh. Pse? Ja. Jo, është pyetje. Më ka marrë shumë malli për Lalin. Jo vetëm mua, po të gjithëve neve që ky na donte, si të thuash, na vlerësonte pa bërë ne servilin apo ky donte shumë artin edhe. Edhe përgjithsisht ka dhënë një kontribut që asnjë nuk e ka dhënë më parë. Asnjë s'e ka dhënë. Ja. Kontributi që ka dhënë ky për artistët asnjë s'e ka bërë. Nga kush e pati gjithë? Si quhet emisioni yt? Dekalog. Nga 10 veta? Sa e bukur kjo. La, bo, kjo është gjë më bukur që thënë. Nga 10 veta, foto tjetër. Që bërë kështu, more, je bërë i rrezik shumë. Gregu. Gregun e ke shok? Po.
Edhe duhet hapi patjetër një ekspozit të re, prit t'ja qojmë edhe Gregut këtë. Më kështë ndodhë njërë, kështu që mes emisionit... Greg, jam live me Roland Qafokun. Përshëndesim Greg. O Greg, shikon që Qafok të vjetër. Kjo ka qenë ekspozita parë, më duket, e Gregut, se ka hapur edhe... Më pas kam asistuar tek e dyta, kam bërë shkrimet në ekspozitën e Gregut, edhe jemi punë të mrekullueshme dhe shkrime shumë të mira të mia, me thënë drejtën. Kush është më i talentuar në pikturë, Gregu apo Edi? Shiko, mua më pëlqen shumë pjesa e penës, e kupton. E penës, e kuptova. E kuptova. Foto tjetër. Njëri që lëviz të lapsin e lëviz e penelin edhe krijon. O, zoti i madh, Landi, ç'ke bërë kështu? Me Spartakun ke disa foto. Ç'ke bërë kështu? E kam atë foton tjetër, bile dhe foton tjetër të lutem në zyrë, se aty kam një pyetje thelbësore. Je ti te zyra e ti apo ai te zyra? Jo, është ai te zyra ime. Është ai te mua. Dhe ti pas e librin kandidatit be blushit? Po jo vetëm një, tani të lutem. Jo, një nga libra. Po, një nga librat. Tani, çfarë je duke biseduar këtu me avokatin, sepse avokati nuk është... Po flisnim, shiko, me avokatin është gjithmonë bukur. Edhe këtë të bësh? Boj ti më shkatrove emisionin. Avokat, shiko pak, jam të Roland Qafoku. O zoti Ngjela, po tani kjo po ma prish emisionin. Avokat duhet të vish patjetër te Rolandi. Jo, ka ardhur avokati. Ka ardhur, ka qenë disa herë madje. Këtu kemi qenë duke e biseduar për të bukurën, edhe për atë që i pëlqen më shumë avokatit. Cila është? Fema. Fema. Gjeta. Dhe çfarë ishte duke thënë me këtë kështu, prit, këmbët kështu, po... Dhe bukur, dhe zgjuar është një kombinim i rrallë. Tha ai. Po më bënte qefin mua. A të thoshte ty, hë? Me sa duket. Kjo që nga i momenti rrezikshëm. Me sa duket. Kjo që nga i momenti rrezikshëm i Lisa. More Landi. Kjo është për kornizmë. Kjo është për kornizmë kjo foto. Por unë kam shumë të mirë marrëdhënien me. Tani, dora jote kështu dhe dora e ti gati njëjtë. Tu thoshte njëri që pozoni pak nuk do bësh. Jo. Kush është autori i fotografisë? Nuk e mend. Janë sporadik kështu njerëz. Foto tjetër. Avokat. Landi, po pse nuk po pak pauzë në emision? Jo, s'ka pauzë. S'ka pauzë. Vazhdoj. Ti si atë video. Jo, po sigurisht tani. Këtu ishim në Prishtinë apo ishte? Këtu ishim në Prishtinë. Më duket jo më larg se sa disa përpara se të bësh kryeministër? Të ishin zgjedhjet e fundit. Prap, ishte në detyrë kryeministër? Ishte në detyrë. Takove dhe bashortën e tij apo vetëm atë? Jo, bashortën, takoj vetëm bashortën tënde, asnjë bashortë. Bashortën i ke i nati. Jo. E kuptova. Çfarë të mbeti në mendje? Çfarë të mbeti në mendje? Më mbeti në mendje, shiko pak, si sa të qeshur i ka syt. Ky ishte njeriu më solar dhe më solar. Një nga më miqësorët që mundet të më ketë rastisur të njoh, ndërsa janë udhëheqës. Kur i thë ato molotovët ato... Ishte shumë i dashur. Si të i gëzuar ishte te kjo foto? Foto tjetër. More, po ti më nxore bojën mua. Tani prapë do ta filmosh. Çfarë emision për sot zonja dhe zotrinj? Prapë do ta filmosh tani. Tani më thoj një gjë që të ka tregu dashin. Po çat themi bukuroshe. Bukuroshe. Unë dhe ta imitova. Me Dashin ka qenë një njohje, domethënë me Dashin është një nga marrëdhëniet që i kanë rezistuar çfarë do lloj viti dhe epoke në jetën time. Është i mirë, është shumë pozitiv. S'ka negativitete këto dhe është edhe i gëzuar, ha? I është i mençur është. I mençur. Fjalën zamk, si thoshte. Zamk e ka fjalën, ë? Foto tjetër më kënaqem me këtë. Ua, more Landi, po më... Këtu kemi qenë në ditëlindjen e Babamondit, apo si që unë dua të quaj, papën e shqiptarëve. Babamondi se papa i shqiptarëve? Papa i shqiptarëve. Ti je Bektashi? Unë e Bektashia. Se këtu Bektashi ishin? Po. Edhe të shikojmë progresin që do të ketë... Ti mendoj që do arrit të bëhet shteti Bektashive? Pa dyshim. Dhe ti do marrësh pasaport? Bashkë me ty, të dy. Jo, fol për vete një, pastaj ti do marrësh pasaportin e shtetit Bektashi. Po pse mos marrëm pasaportën e shtetit Bektashi? E ke intervistuar Babamondin? Jo, nuk kam intervistuar Gjerdan. Nuk e ke intervistuar. Okej. Jam premier... Cila është ajo cilësi që të pëlqen më shumë te Babamondi?
Por mbas edhe intervistoj Babamondin. Po. Shiko, ai ishte dua ta quaj filozof sot. E vërtetë? Po. Bravo. Por një ushtaraku filozof. Kështu më vjen ta quaj. E vure titullin. Ky është. E përshëndesim Babamondin. Foto tjetër. Kemi qenë në ditëlindjen e tij sot. O Morelandi, po ti pas ka qenë i tmerrsh? Po jo më të mërshme e ti, se ti ke dalë aty, s'ka ndalu. Po unë e tmerrshme jam, ç'më di ti mua? Çfarë po i thë, çaj i the, ç'a të I tha, thash çaj i the, pëlqeu ç'a të tha. peshku, zonja Kim, Po ajo ç'a të tha? vdes për peshk. Po ti çaj i the? Qesha, Po ajo ç'a të tha? iku. Po ti çaj i the? Iku. Iku. Kaq. Iku, mbas peshkut që ongri të drek ka iku. Jo, ne e dinim që ajo identifikohesh me barin, po me peshkun. Shiko, këtu kemi qenë në një restorant Ku? në Durrës. Është një nga restorantet që unë pëlqej më shumë atje. Po nuk po i bëjmë reklam, se duhet na di. Më thuj ç'a duhesh. Po e ka një miku im, Blet Çomi, edhe te Bleti shkojmë gjithë edhe ham shëndetshëm. Edhe Juri si duket sapo kishte shijuar një drek të mirë. Po përgjithsisht drekat e Jurit edhe darkat kanë qenë gjithmonë të një niveli të lartë shijeje. Edhe derisa dikush apo situata solli që La shije të mirë në Shqipëri, apo... Se, e bërë... se burgët, si ato gratë toske. Ashtu, po toske jam. Pra, si gratë toske. Foto tjetër, nuk po të pyes më. Tani, pse ke vënë këtë foto ti? A kam bërë një shkrim, si duket. Se më habite. Kam bërë një shkrim, kam bërë një shkrim. Është vetëm foto që të si e ti. Kam bërë një shkrim. Edhe... Nuk e di se kush ishe në krye fokus, ishe Çani më shumë dhe marrëdhënia këtyre të dyve vite më parë, apo prishja marrëdhënies së këtyre vite më parë dhe parashikimet diabolike të zotit Çani, një gazetar shumë i mirë.